Të shumta ishin zotimet dhe premtimet në fushatën zgjedhore në Kërçov, por më e veçanta që u dëgjua ishte ajo e ministrit të transportit Aleksandr Nikolovski, i cili premtoi 2 milion euro nëse në krye të Kërçovës vjen kandidati i VMRO DPMN-s Aleksandr Jovanovski. Jovanovski e fitoi garën, e pyetëm se apo realizohet premtimi i ministrit Nikolovski. Nikolovski, министър за транспорт и връзки, после тази изява ще няколко пъти не посетуваше, мислам така, неофициално. И по всичките наши разговори я потвърди своята държба и не се ограничи само на тези 2 милиони евро, що ги видим явно. Тук не охрабри да толкова эти проекти сработиме от оние, що ги викат капитални или големи проекти, кои чинат милион, 2 милиони евро, милион и пол евро. Значи и доколко всички тия проекти ни са издържани, ние ще добием безрезервна поддръжка от Министерството за транспорт и връзки и че повторно няма да бидем ограничени на тази сума от 2 милиони евро. Të pyetur se si do të realizojnë këto nga kabineti i ministrit, na u përgjigjen se nëpërmjet një programi të veçantë, ashtu siç njoftoi edhe zëvendës kryeministri dhe ministri i transportit Aleksandr Nikolovski, në buxhetin për vitin 2026 do të ndahen mjete për komunën e Kërçovës, të destinuara për realizimin e projekteve infrastrukturore. Përfundojnë duke thënë se zhvillimi ekonomik dhe infrastrukturor i Kërçovës është me rëndësi të veçantë për përmirësimin e cilësisë së jetës së banorëve të kësaj komune dhe në këtë drejtim do të mbështeten projekte që sjellin përfitime për qytetarët e Kërçovës.